Tregu i pasurive të paluajtshme në Korçë po përjeton një fazë të re zhvillimi, ku rritja e çmimeve po tejkalon ritmin e shitjeve. Edhe pse numri i transaksioneve mbetet relativisht i qëndrueshëm, vlera e pronave ka shënuar një rritje të ndjeshme vitet e fundit, duke arritur nivele rekord për qytetin. Në zonat më të kërkuara, çmimi për metër katror i apartamenteve të reja luhatet nga 1.050 deri në 1.250 euro, ndërsa në pika premium arrin deri në 1.350 euro. Rritja nuk ka kursyer as zonat periferike apo banesat e vjetra, ku çmimet janë shtuar mesatarisht me rreth 50 euro për metër katror. Tregu mbështetet kryesisht nga disa kategori blerësish. Emigrantët vijojnë të kenë rol të rëndësishëm, sidomos gjatë sezonit veror, por kërkesa po vjen gjithnjë më shumë edhe nga banorët të zonave rurale dhe qyteteve të tjera, që e shohin Korçën si një alternativë tërheqëse për jetesë apo investim. Në të kundërt, çiftet e reja përballen me vështirësi të mëdha duke u detyruar të mbështeten pothuajse plotësisht te kreditë bankare. Rritja e çmimeve të shitjes ka reflektuar drejt për drejt edhe tregun e qërave. Ato janë rritur me rreth 40% duke kthyer qëradhënien në zgjidhjen kryesore për shumicën e qytetarëve. Një apartament që më parë kushtonte rreth 20.000 lekë në muaj, sot nuk gjendet në 35.000 lekë. Rreth 80% e kërkesës në treg është për qëra, pasi blerja e një prone po bëhet gjithnjë më e paarritshme. Me këtë ritëm rritjeje, posedimi i një shtëpie në Korçë po kthehet në një luks, ndërsa për shumë familje një pjesë e madhe të ardhurave shkon për strehim.